Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u paraqit dje në SPAK për të dëshmuar lidhur me vrasjen e 4 protestuesve në 21 janar 2011, kohë kur ai drejtonte qeverinë. Por rreth 2 orë, prokurorët e pyetën rreth krimit shtetërore, ku u vran 4 protestues dhe u plagosën edhe qindra të tjerë. Demonstrata ishte e dhunshme, por nga ana tjetër nga brenda godinës së kryeministrisë u vran 4 qytetarë të pafajshëm. A mund ta thoni zoti Berisha? Absolutisht. Të qellohej ndaj qytetarëve teksa protestonin. Absolutisht gënjeshtër me bisht kjo që thua. Që është? Jo nga brenda. Nga ku? Jo nga janë që të shtënat janë që të gjitha merri me qenë se u referohesh mediave, merr filmimet. Ushtarët e gardës kanë qelluar. Po pra, jo nga brenda, jo nga brenda. Jo nga brenda, the nga brenda për të korrigjoj këtë njëherë. Jo, the mund ty. Po jo, the një gënjeshtër, më fal. Berisha, pas daljes nga SPAK, shmangu argumentet juridike dhe zgjodhi të sulmonte politikisht e të justifikonte përdorimin e armëve dhe vrasjet e 4 qytetarëve. Megjithatë, nervozizmi dhe përplasja e tij me gazetarët treguan qartë tensionin e situatës. Ndërkohë, audio përgjimi me komunikimet e kreut të gardës së asaj kohe, Ndrea Prendi, nga efektivët deri te Ministria e Brendshme dhe vetë kryeministri Berisha, pritet të hedhë më shumë dritë mbi urdhrat e asaj dite. Ky material konsiderohet element kyç që e ka shtyrë hetimin drejt pistës së vrasjes me urdhër, duke e futur dosjen në një fazë të re pas më shumë se një dekade.